Tash hajtë se ka edhe kërdes të guri vorrit kanë me shkryt gruja Milaimit, qaq po ma hup një emrin kush jam. Po pasha zotin, kanë e ka burë kjo. Qka dush me i thonë, nuk e ka ma vështirë. Nuk e ka ma vështirë. E ka më vështirësi në shtëpi. Sonte me neve e shoqja e Milaim Zekës. A mujte? Po, që shtë thëmë të na. Pra sonte me neve Eda. Po qëjmë Eda kështu shkurt? Eda bjeri shkurt. E di pse thasha mujte. Se kur pa ta ardhë në fillim në Kosovë, unë të menja me që kretë Kosova mjes. Normalisht unë jo, po ftyrë televizive, më këshyrshin emrin Madinin e të gjitha, po kur filloj prezentimi gruja Milaimit, edhe pa ta bëhaj gare njërë. Thash hajtë se ka edhe kërdes të guri vorrit kanë me shkryt gruja Milaimit, qaq po ma hup një emrin kush jam. Mirë, pro kur të vjen ju që keni emisiona, apo ju gazetarët, kur të takoni Milaimin, nuk keni nevoj mirë drejtu ma Milaim Zeka. I thoni, mirë se erdhe burri Edës. E ka ndodhë në bankë kjo njërë. Kanë shkryu Milaim Qefalia, në vend që me shkrujt Milaim Zeka u kall njëri. Paramendo edhe mbi emnin e ka Qefalia. Prej qefeve, veç e kanë shtu edhe Alin edhe... që është jam emrit e shumë historie gjatë, faktikisht është titull, që do të thot prijes, që do të thot kokë, që do të thot kretar. Edhe ka historinë e vetë mbi emri, po ne që i shqipërojmë të gjitha gjyrat si pas dëshirës, bon edhe me qef, edhe Alia ka pas qef. Po, dhe përlaj, kush s'ka pas qef, ma shumë s'ka Milaimi më duke s'ka qef për kush. Po veç e emrin Alise ka. Po, Milaim, me mujt me apo të qush Ali, shkurtimisht. Lull, ti si drejtor i sigurisë, a flen i qetë, apo flen gjithmonë njërin sy qelë? Unë që gjumin e kam shumë shpejtëm zë gjumi, po gjithmonë flen me një sy qelë, për arsye se qyteti ka sfida, edhe ka probleme, kështu që me fjet nuk flej bashmir, edhe zgjohen gjithmonë heret, atë bie vonë zgjohet heret, por puna kërkon që gjumi mos jetë i rehatshëm. Realisht gjumi, posaçërisht kur kem aktivitete, kur kem problemet ndryshme, kur kem sfida, kështu që gjumi nuk e bëjmë të letë gjumin, jo. A ka ndodhur në ere me t'i ujtë mrena të krevetet e ty? Jo, halo. Jeton naltë. Jeton naltë. Jo, me t'i ujë shumë keqë është. Po, zotin. Shumë keqë me t'i ujë. Po tash në vorët ku të në ujë, të me thonë se me t'i në borë nuk është shumë problem. A me t'i në dhomë? A me t'i në dhomë është pak ma problem. I kemi marë mosat, mosat. Sigurisht. Eda. Më thuaj. Si e mirë? Mirë, faleminderit. Apo vetemi. Po vetemi, të na thëjmë për zdyt. Për zdyt, ka shpia mirë, kreta, krabaja, këta stafi, marshallah, shëqyrë, si pluma, gjithë. Nuk o keq. Unë e kom një mikë, kësë të pyti si e thët, nuk jam keq. Nuk thët jo mirë, për nuk jam keq. Ku e di pësë është preja, nuk jam keq. Edhe na po thëjmë, nuk jemi keq, mirë jemi. Jo, mirë, marshallah. Ku e shef gazetarin sot ti që është të zhvillu në Kosovë? Na që pytit rëndë të ma ke botash. A erdhe më knaqja, mu dëshpru? Absolut. Arsyeja është pse i bëjmë këto pytje që të shofin kjo pjesat që mendojnë që veç knaqmi na, se dhe na të kënu mos mendojnë njerëzit që gjithmonë, veç knaqmi, edhe na e kemi këtë pjesën me përgjithësi. Për fatë të keq, mu i me thonë që tashmë gazetaria po shkon drejt greminës në plot kuptimin e fjalës, janë të pakt ata që e mbajnë akoma shkopin, jo shkopin, po frontin e luftës së gazetarisë për të bërë gazetari reale, të vërtet, me vlera, edhe që i përmbahen atyre normave dhe rregullave që duhet patjetër gazetaria të bëhet.